opinioni për sot. Filluam, se ishim duke u zënë pak. Mirëmbrëma, miqtë e mi të zemrës. Ju përshëndes dhe ju dua fort shumë faleminderit që na bëni like dhe subscribe. Si gjithmonë e fillojmë gosti duke përshëndetur miqtë tanë. Ju lutem çuna mund t'i përshëndesni. Okej, faleminderit gjithëve që na ndiqni, na suportoni, edhe sponsorizoni tema së shumë për këtë emision. Faleminderit gjithë mamave single që pavarësisht angazhimeve kanë gjetur kohën që më kontaktojnë dhe t'jenë pranë meje. Faleminderit Vera Buska. A më është emision tjetër ai fali. Eni Çobani që na zgjidh hallet. Nuk e di, kam një energji të papame. Edhe unë kam një energji të papame se unë kam një surprizë për ju të dy sot. Shumë faleminderit. S'ke pas nevojë shpenzu kot. Jo, nuk janë lekë. Nuk është surprizë. Do bëhet një gjë ndryshe. Do ndrojmë vendet? Jo. Sot do t'i lexoni ju historitë. Unë kam çuar te grupi, po ju s'e keni pa. Dhe do i bëni me radhë, kështu një histori andër, do vini këtu. Ja, i sekond se po mbi telefon. Kush do filloj nga ju i pari? Le të filloj unë, paru. Le ta filloj Renato. Okej, Renato, hajde. Ja, i sekond. Ha, Renato, u emocionove. Që do kisha parë Renaton në këtë pozitë, s'ma kishte marrë mendja asnjëherë. Ha, a jam e mirë? Je shumë e mirë je. Shumë faleminderit. Renato, jam e mirë. Nuk e keq. Vazhdoj me historinë. Gati? E parë, lexoje. Mirëmbrëma miq, super podcast sot të ftuar këtu me mua Greta Cali dhe Balandra Islami. Do jetë puntata e parë dhe e fundit për ju, pasi jeni thjesht mental. Kështu që vazhdojmë, sot do komentojmë histori të ndryshme, kështu që vazhdojmë me historinë e parë që na keni dërguar ju teleshikues të dashur që na doni, na adhuroni. Okej, më fal. Vazhdojmë me historinë. Desha të them edhe diçka, ti lutem se po adhuroj këtë moment dhe duhet ta shfrytëzoj në maksimum. Faleminderit gjithë mami single, pavarësisht se isha të ndodhi situatë shumë e sikletshme sot. Po ecën në rrugë. Po? Si që je veç. Po, gango. Jo gango. Prezenca atentati. Bravo. Edhe po të them kam vujt shumë plagu. Do thush ti pse? Ja vap. Ja. I pas kanë pullos. E kam shumë mikrofon të rësin. E kam shumë vështirë të ecë në rrugë sepse kam nga këto situatat. Kështu që faleminderit mami single, por që uleni çik ritmin sepse edhe un kam një jetë personale dhe. Vazhdo, lexoje historinë tani, mos humbim kohë. Vazhdoj me historinë e parë. Dytën, lutem. Jo, akoma s'është e para. Jo, s'është e para pra. Në renditje numrash thot. Episodi 9 thot këtu, 1. Jeni gati? Gati jam. Po. Jeni gati? Okej. Hi Renato. Kam qenë lidhur me njërin për rreth 2 vite. Po na fundi i vitit të dytë u ftofëm pak sepse ky iku të jetonte larg dhe flisnim rrallë. Mas një viti, ky vjen në Shqipëri, në atë periudhë kisha 2 shoqe që kisha si motra dhe ai e dinte thot. Bravo. Dhe këtu jeni okay. Dhe tash e kuptoj shqipe. Kur vjen ai, i shkruan njerëz dhe i kërkon të lidhet. Ata lidhen, kryen marrëdhënie bashk. Masi e mora vesh, i shkruaj dhe ky më fut blok. Mbas një muaj, këta u ndan dhe ai më shkruajti. Nuk i ktheve përgjigje dhe i bëra blok. Nuk i ktheva. Nuk i ktheve, e ka këtu. Unë e lexoj siç është skenari, sepse ja u thash edhe në kalume, ju mund të jeni me skenarin. Vazhdo, drejtuesi i emisionit. Dhe i bëra blok. Çfarë të bëj se e dua akoma? Ndoshta, po mendoj që një raport më intim do ta krijoj edhe unë me ty Renato. Çfarë të bëj se e dua akoma? Vazhdo pra se e Jo, po unë utova, nuk e moj me në që lexova. Do komentoj. Të emocione blak, që e super post kë. Është një gocë që ka qenë Greta? Si me ton më pa. Okej, vazhdojmë Andro? Vazhdoj? Okej. Çfarë mendimi ke për këtë histori? Un kam mendim fjalën Gretës. Okej. Greta, do flasim direkt pastaj bash sa të flas Andro, okej? Atëherë, ju lutem, përqendrohuni. Ço dil për jashtë. Ço dil për jashtë.
Ço, produksioni, merreni këtë gocën. Sillni atë tjetrën, çe ka ajo. Ta lutem se vetë dy to plak. Çe ka ajo, flutra, çe ka ajo. Atëherë, vajza po shpjegonte një histori që ka qenë e lidhur me një djalë dhe kur ai ka ardhur në Shqipëri, njëjtë edhe shoqet e kësaj dhe ka bërë marrëdhënie me njërin nga shoqet e kësaj. Të lutem, historinë e lexovon, njerëzit e kuptuan historinë. Tani po pra më jep koment. Pa e kuptove ti se ti se kuptova. Po mos bëj replik me mua. Pusho. O zot, çfarë episod do kalosh këtu? Po kalove këtu. Pusho! Po pusho për zotëri, pusho. Po pusho, Allah fazon. Po kalove këtu. Pusho! Më bën replik mu. Pusho. Vazhdojmë. Çfarë mendimi ke Andro? Okej, atë kam shumë frikë plak i herë pa. Nuk ke pse të kesh frikë as pak. Pse duhet të kesh frikë? Për çfarë? Frikë thot. Vazhdojmë lutem po. Mund ta bashkosh ta Olinën. Po patjetër, po shkojmë tani. Vazhdo me komendin, lutem. Atëherë siç po thoja, historia tregon këtu për pasojë. Tregon Frikë. Historia tregon të qartë për pasojat e dashurie që ka vrarë një person, në këtë rast të vajzën, dhe kam një koment shkurtër. Nuk mund të fokusohem dot duke të parë ty kaq sensual, lutem. S'ka problem. Mund ta ulesh çik fusta këtë xhiksa çata. Po. Atëherë. O zot e madh. Ku e lash? Po. Kjo vajza tha që dua akoma këtë djalin që kishte 2 vite në emigrim dhe sa vjen shkon dhe bën seks apo s'lejo fjala seks. Marrëdhënie intime, okay, si do ta quaj. Po me një nga shoqet e saj, duke ditur që kjo kishte shoqe. Vajza e dashur ka qenë një viktimë e një manipuluesi serial, sepse ai jo vetëm që ka manipuluar ty, por ka manipuluar edhe shoqen tënde, besoj. Gjithsesi, dashuria nuk duhet shoqet që shkojnë me të dashur nuk kanë qenë kurrë shoqë, ato thjesht kanë dashur që të jenë ti. Unë mendoj që e ka manipuluar dhe pak atë e ka thënë shikoj se me këtë gocën s'kam asgjë, thjesht e kam pas fiksim dhe ka thënë, "Okej, po mirë." Jo, prap, sido që të jetë. Shoqet që shkojnë me të dashur apo që shohin të dashur nuk kanë qenë asnjëherë shoqet e tua. Thjesht kanë dashur që të jenë ti në vendin tënd. Janë xheloze, e kuptoj. Gjithsesi, kjo nuk është rast xhelozie, besoj. Nuk ka lidhje. Nuk është rast xhelozie, mendoj që është, thash edhe një herë, një rast tipik i një historie ku 2 vajza janë viktima të një manipuluesi tipik në ditët e sotme. Mendoj që duhet të harrosh, duhet të krijosh një histori tjetër dashurie, jo me Renaton, siç tha Renato, por me djem të tjerë, më fal. E kërkoj tani e shef si drejtues emisioni kërkoj edhe një. Mos ma bëj kështu mu. Okej. Edhe këtë domethënë, thjesht duhet të eci përpara dhe të shikoj jetën e vet. Po jap një mendim serioz kësaj radhe. Super. Greta, unë dash mendimin tim, nëse do më të zgjeruar. Po ti nuk the mendim, ti thjesht përsërit historinë. Jo, nuk përsërit historinë, thash që shoqet që shkojnë me të dashurin tënd apo e shohin të dashurin tënd me një sy tjetër nuk kanë qenë kurrë shoqet e tua. Asnjëherë nuk kanë qenë shoqet e tua. Ato thjesht kanë dashur që të jenë ti. Kështu që këto nuk quhen shoqe fare dhe është shumë disrespectful që të prezantosh të dashurin me shoqe dhe pastaj të me njëri tjetrin. Dhe nuk e kuptoj se si mund të ketë ngel dashuria. Të lutem të mbaroj mendimin, a jam e ftuar, respektohet e ftuara në këtë fond. Na bërë që ka të biqakun atë? Bishakun. Hajde. Kjo pra ishte mendimi im. Ndërsa mendimi im, sepse si drejtues emisioni, mjafton. Po? Si drejtues emisioni, them që kësaj gocës i ka ndodhur diçka e mirë në jetë. E mirë? Po, do thonë ju ç'është ajo mirë që i ka ndodhur. I ka ndodhur ajo e mirë që paktën kuptoj që nuk ka një shoqe dhe nuk ka një partner që ta shohë për të ardhmen. Sa optimist je ti djalë. Shqyr, çka ka bova ki? Ndiko ka venim duket. Bravo. Okej, bravo, mbaroi komenti për këtë histori. Vazhdo Andro, lexoj. Kështu mbyll edhe ky podcast për sot. Faleminderit që na keni ndjekur. Përshëndesim të ftuarit tan Greta dhe Andro. Faleminderit Renato Ihtanis, do dali Andro, aty do lexoj historinë, pastaj është rradha jote. Jo. Mund vazhdoj. Vazhdo Andro me historinë tjetër. Që ka shumë çuditshme plak se nuk di si trishtë, Tani, faleminderit që jeni sot me mua. Po dikur mos marrësh të durë të burr. Pse? S'm duket shumë tall. As pak? Po merr seriozisht domethënë. Ti Greta merr seriozisht? Absolutisht po, unë të respektoj, falenderoj shumë që më keni ftuar. Kur jam atë dorë seriozisht. Jo, po kjo është purple.
kjo është purple. Shiko. Ti ke të drejtën ta nxjerrësh jashtë këtij podcasti, Është shumë vap jashtë. Prej një viti e gjysmë flisja me një djalë i cili më dukej shumë i mirë dhe i sinqert. Ai ishte 6 vite më i madh. Lidhja jonë pavarësisht në distancë funksionoi shumë mirë deri në një moment të cilin ish e dashura e tij më shkruan dhe më thotë se ne duhemi dhe më dhe më çon 2 foto tatu që ato i kishin njësoj. Aty unë u shkëputa komplet, por pas një muaji ai e gjen mënyrën dhe më shkruan prap dhe më tha se me atë është mbyllur çdo gjë, por më tha: "Kur fola me ty një ditë isha në makinë me të dhe pa Instagramin tënd, prandaj të ka shkruar është xheloze. Nuk e besova as pak thot dhe isha e pasigurt ta vazhdoja apo jo. E vazhdova dhe më pas fola dhe me mamin e tij, ku aty u sigurova dhe më shumë se kjo mund të funksionojë. Më pas, kur ai duhet të vinte në Shqipëri dhe do takoheshim, mua mu desh të ika për në Itali dhe jo acaru aq shumë, sa për mendimin tim tregoi vetëm veten, duke ofenduar dhe kërcënuar. E lash të bënte thot, ç'të donte dhe që atëherë ai më shkruan një javë në 2 muaj, por unë po mendoj që ai ka vazhduar një lidhje të re. Një mendim të lutem. Pra, ky histori ishte e gjatë, po praktikisht mund ta përshkruaj kështu që i dashuri i kësaj vajzës ose personin që kjo po fliste, si të thuash, pasi kjo është larguar jashtë shtetit dhe kanë pasur një lloj konflikti për një ish të dashur, kjo dyshon që ka krijuar një lidhje të re dhe pse pavarësisht ai shkruan e ngacmon pra është një lidhje të riq dhe mos e kput, nuk e di domethënë çfarë mendimi mund të më jepni ju. Renato do mendimin tënd si intelektual në këto fusha sepse ti je brenda këtyre gjërave. Okej. Po vetëm mos u kështu shumë, mos u tund shumë. Rregullo mikrofonin, të lutem. Tani, që marrëdhëniet në distancë janë të vështira, absolutisht janë. Po jo, s'është në distancë. Po është në distancë, sepse kjo ka ikë shteti, kjo ka qenë shteti. Jo, pra jo, Po s'ke gjuar shumë. A ka qenë shteti kjo? Nëse dëgjove, thoshte që un po flisja me një djalë, thoshte, e kupton? Po. Dhe ky djali në një farë mënyre duheshim thet thash, derisa ishte dashur e vet i shkruan kësaj. Po. Dhe i thotë që me këtë djalin që e ti kemi qenë bashkë, ne duhemi akoma, në thet thash. Kjo ballafaqohet me djalin dhe ky thotë që s'është e vërtetë, ajo është xheloze, thotë. Ka parë Instagram, po si e ka parë ajo Instagram kur s'ka pas lidhje me këtë çunin gjallë, o ç'a mashtruesi ordineri. Mendoj që kjo histori vjen erë. Po. Vjen një erë shumë e qelbur. E keni parasysh atë? Jo, na shtoi një vezë këtu prandaj. Çfarë re vjen sipas teje? Kjo vjen një era mashtrim dhe manipulim nga ana e këtij. Kjo histori ka një mashtrim dhe vajza i ka pasur gjatë gjithë kohës detajet përpara syve dhe nuk i ka vënë re në momentin që kësaj vajzës i shkruan kjo ishe dashura dhe i thot që unë dua me tjerë. Ku ja gjeti kjo Instagrami dhe ku e dinte që ky ishte me këtë? Nuk ka lidhje, çaj nosh ato. Po mund kenë foto bashkë. Si s'ka lidhje? Po ne kemi zbulu për shembull. Jo, pra sepse ky thotë që ja ka gjetë ajo Instagramin dhe në fakti që ka thënë ai, ta ka gjetë, si e ka gjetë, nëse nuk e ka thënë ky. Unë për shembull mund të kem gjetë Instagramin dashurës dikujt që ai nuk ka se ma kishe prezantu kur ose ma kishe tregu kur, po ama me kalkulimet e mia arrita ta gjej. Kalkulimet e tuaja, kombinacionet. Po jo, pra se nuk funksionon kështu. Po e gjej në gret, pse jo nuk funksionon? Po sepse unë mendoj që këta janë takuar dhe ky i ka treguar për këtë vajzën. Dhe kjo i ka shkruar në bazë të xhelozisë, por mendoj që ata të dy kanë ende diçka bashkë. Po përveç kësaj, besoj që mendoj që frekuentohen, ndoshta jo diçka serioze, po mendoj që frekuentohen. Mund fekondohen, po s'ka lidhje. Ka diçka tjetër, përveç fekondimit që thot Renato që mund të jetë. Frekuentimi. Frekuentimi përfshin dhe fekondimin. Nuk i di, se frekuentimi mund të jetë thjesht takim. Shiko, unë besoj që kjo vajza është pak konfuze sepse ky djali ka treguar shumë red flags ose flamura të kuq, si thuhet në gjuhën për këtë po, sepse ka shumë njerëz ignorant. Më që ishin flamura e shit. Pra domethënë, ka treguar shumë red flags dhe i ka thënë me vete apo bëj mirë që po flas me to ose jo. Por ky e ka kërcënuar, thot. Ky e ka gënyer që jo po është xheloze, po ishte në makinë me mudhet pa Instagramin, gjëra të tilla, Renato. Po është ti kamera, kështu që pa problem. Po ç'lidhje ka? Okej, ndjes. Po kishte një stik këtu që po. Kuptoj. E kuptoj, shumë i saktë. Pra, mendoj që ne po mbasim thelbin. Kjo thot më jep një mendim. Tani
ky shkruan e bezdis më saktë, duke e kërcënuar, duke ofenduar. Jo, mendoj që fakti që ka shkuar në këtë pikë në kërcënime Po, gjitha këto. mendoj që është ka mbaruar si gjë, kupton sepse po kërcënohen, po bëhen gjitha këto situata për një tjetër që s'ka lidhje në marrëdhënien e tyre. Mendoni ju që personi i tretë ka qenë arsyeja që kjo marrëdhënie është thyer apo këta nuk e kanë pasur? Tani, mashkulli, burri i vërtet, në çfarëdo lloj situate, femrën e tij nuk e prek me dorë përveç pjesëve, domethënë, momenteve intime. Zot se është turp. Po, pra. Në fakt është e vërtetë kjo që thotë sepse Në fakt është e vërtetë. kjo është e vërtetë kjo që thotë sepse në një moment i rash pull njonës. Sa kisha fuqi dhe hoqa bluzën dhe bana sigurisht e moment. Mos jep mesazh gabuar. Në rregull, ndjes. Si mesazhet gabuar, të lutem shumë, na le dalim me fytyrë të pasta nga ky podcast. Atëherë, po. Dhe një gentleman i vërtet nuk ngri kur dorë ndaj partneres së tij. E vërtet. Asnjë lloj dhune, as pickime, as kapi kështu Pickime, po, gjuaj, as okay, shëllëm, as to do të vras. Do të thy, do ta thy. Dëgjoj pak, tani, Kokën, jam dakord deri kryt, tek ngritja e dorës, po pickime tani të lutem, mos na hiqni të gjitha privilegjet. Po. Mirë më varet në çfarë momenti po them dhon, unë po specifikoj momentin. Ti ka pickimi ngelet një pickim. Jo, pickimi të dhem shpirt dhe ngel shenjë, sidomos për një herë që Po kemi jo kur ta lëkurë bëni sensitive. e ke parasysh kur të pickon Nëse njëri? se dolëm nga tema. Okej. Një njeri që do, çega në shiviti, Pickon aty dhe dashuria. Nëse, pra, Dashuria. mendimi jot Greta është që kjo vajza nuk duhet të shkruaj më dhe nuk duhet të merret me këtë Absolutisht, personin. Po ti Renato, si mendon? Mendoj që 1-2 materiali 1-2. Okej. Tani Renato mendon që ajo duhet i shkruajë Renatos. Jo. Jo. S'është aq parashikueshëm. Nuk është aq parashikueshëm apo. Ajo mund të jetë si opsion, por që ai nuk është mendimi im parsor. Kam mbaruar një shkollë, nuk është se jam. Po mirë, jo kaq avash, lutem. Jo. Po intelektualët kështu flasin. Mos u bë intelektual, vulgar. Okej. Atëherë, o ti zotni. Ja vetë Një mutesh. Po. Atëherë, unë mendoj që kjo marrëdhënie nuk do funksionojë. Kot sa përpiqet, thjesht do lodhet kjo goca me këtë çunin, a kuptoj ka kaluar kërcënime, edhe pastaj marrëdhënia kur kalon kështu në kërcënime. Po ishte pak e konfuze. Boring, si thoshe pështir, Nuk e do më thjesht shpifet aerobi që ken krah. Këtë do të thoja për s'le Greta Po kaq pra jo. Okej, do mendoj një të gjë, pra mendoj që marrëdhënia ka degraduar. Ka degraduar, mund ta themi? Po. Ka degeneruar. Nice. Mirë, ky ishte mendimi jon për këtë histori, Renato. Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi sërish live në këtë episod të dytë, të ftuar mua sot. Sa çeka historia tjetër. Andro dhe Greta. Mirë se erdhët. Edhe një herë këtë kalo direkt te historia tani. Okej. Jeni gati? Lexoj historia burr. Lexoj histori. Hajde, vazhdoj. Ku ke telefonin? Greta dhe Andro. Po, Andro dhe Greta. Po, Greta dhe Andro, kështu thash. Si bën hë? Ra shohi sa është historia tjetër. Ka për të rënë të fikët. Pse është e gjatë shumë? Ç'kemi? Era me pushime në Shqipëri, edhe te pallati Kurria, kishte një lokal që merrja kafe çdo mëngjes. Një ditë bëj kontakt. Lutem lexoj çik më shpejt se stresove. Lokalit, edhe fillova ta merrja më shpesh kafen aty. Madje e merrja edhe 3-4 në ditë, thot. Rastësisht, një ditë hap televizorin edhe shoh që ishte personazh i famshëm. Në atë moment dija emrin dhe rrjetet e tij sociale, po s'kisha ndërmend t'i shkruaja pasi kishte një numër të madh ndjekësish e se besoja se do më hapte ndonjëherë mesazhin. Pas disa ditësh, më duhet televizia nga Vjerzon. U shpërngula pak më larg, edhe përsëri rastisesha me të nëpër rrugë. Atëherë vendos t'i çoj follow. Deri sa të nesërmen më vjen një mesazh nga ai. Vendosim të dalim për kafe. Isha emocionuar, pasi po bëja një vit e ndar, edhe nuk kisha një orë ose dal me dikë tjetër. Edhe ky tipi vërtet më tërhiqte. Okej. Atëherë ulemi për të pirë kafen, çdo gjë në rregull. Pasi foli, më thotë që ishte pjesë një grupi satanik dhe shkonte në për rituale. Madje më thoshte e destinuar për mua. Më thoshte për disa pika që duhet të ndiqte. E mora si shaka dhe
po e vazhdoja shakan. Derisa këtë ditë e bandesin time të re, edhe çdo gjë rreth meje. Aty u tremba edhe u përpoqja të largohesha me stil. Një moment, ndërsa shinte që do largohesha, filloi të bëhej shumë i ngjitur. Fiks si psikopat. Thoshte do i le detyrat e mia sepse janë përfshirë ndjenjat e mia për ty. Unë nesër do vras veten nëse çohesh etj. Thjesht ndaloj dhe i them në fytyrë do marr policinë të ndihmoj dhe u largova. Përshëndetje Greta dhe Çuna. O zot, 20 minuta me lexoj histori. Më i shpejt. Shijova këtë. Sa ditë kanë kaluar? 3 ditë. Shumë ditë kanë kaluar. E shijova shumë këtë historinë. Tani Greta? Ashandroj. Po, Andro më thuj? Unë jam Greta. Po, Greta? Okej, vazhdo, Andro. Mendoj që ke bërë gjën e dur në momentin që dikush nuk i përshtatet gjërave që ti ndjek që ke qef, se shiko, ka dhe femra që i kanë qef këto ritualet, gjërat, misteret. Okej, mund t'jesh, po, dhe mund t'jesh e përshtatshme me atë dhe mund t'ju ngjisin këto mendimet weird ose këto gjërat, jeni në atë botën tuaj, okej. Po për aq kohë sa për ty nuk janë, okej, tani unë bëra kurioze kush është ky person i famshëm. Që pas ke shpëtuar nga ky person dhe nëse të ndjek sërish, bëj atë procedurën që ti the me ndjekin e policisë. Ose që ti ta ushqeva. Pra, shiko, Renato, po thoja, nuk e kuptoj domethënë këtë rituale satanike. Do ta lexoj pra. Jo, nuk e kuptoj rituale satanike dhe Greta që thotë që ka femra që i pëlqejnë. Nuk besoj që do të jetë në preferencat e askujt. Ma beso. Seriozisht. Do të jetë i tem vete kjo. Dua të di më shumë rreth këtyre gjërave. Gjithsesi, kam shumë informacion për këtë temë. Për këtë rast mendoj që më duket pak person me tendenca psikopatie, një person që thotë që di çdo gjë për ty, të ndjek, të përndjek, më thehet tash, është e frikshme. Asnjë person që është normal, besoj, do të futej në një marrëdhënie të tillë. Ose si thot Greta, gjej një person që përshtatet me ty, valla. Futja në fundit sot çfarë po shohim, çfarë po ngjojmë, kupton po. Edhe ky është edhe personazh publik, kështu që janë mes nesh. Po pra. A kupton? Janë njerëz që kanë edhe influencë. Kush e disa njerëz mund të ketë mashtruar edhe ndoshta këto rituale satanike mund të jenë rituale që mund të sakrifikojnë jetën e dikujt. E kupton? Por, mund të vrasin dikë, mund të bëjnë ku diun, nuk e di çfarë bën. Në vrasje nuk shkojnë, por në këto rituale nuk e di çfarë bëhet. Po që nuk i kisha dëgjuar histori të tillë, sidomos për meshkujt që janë publik. Unë kam një opinion tjetër. Ti opinion tjetër, po? Po duhet kemi vëmendjen e ke, kështu që vazhdo. Unë kam një opinion. Nëse ti realisht e do të personin. Po nuk e do, se ishte ditë i parë. Ke diçka, ndjen diçka për te, ose ke një lloj tërheqje, ke një lloj pëlqimi. Nuk mendon që do ishte edhe më humane dhe më drejt dhe më kështu që nëse kjo goca dhe do përpiqej në momentin që ky çuni kishte thënë që unë do lej çdo gjë për ty, e kupton, do i lej gjitha këto. Dhe kjo goca ti ishte krah për këtë person që ky njeri të largohej nga kjo rrugë. Jo, besoj që nuk është e drejtë, se di pse. Po. Le që nuk e besoj herë. Ska lidhje. Njerëz që nuk mund të jetë ky variant. Jo, nuk është si variant. Di pse, sepse ai kaloi 10 hapa nga deti i parë, dinte shtëpinë e saj, dinte se ç'a bënte kjo, me ç'a merrej. Sepse ta them unë, po pra, nuk ka justifikim, nuk ka justifikim. Po pra, jo për justifikim, ky është pjesë e asaj. Tani ti si gocë që je dhe ke një pëlqim. Do ta mirë kuptoj kjo thotë. Jo ta mirë kuptoj, ora ta ndihmosh. Për çfarë ta ndihmoj? Si nga ana humane, si nga ana. Ai ka nevojë për ndihmë psikologjike shoh. Po pra, dhe ti duhet të jesh krah dhe të drejtosh. Jo, duhet të jetë me një doktor, me një. Po okay, po situata e parë që kjo goca zgjolli tha që unë do të çojm polici. Jo, po shumë mirë, pse nuk mund të kontaktosh shumë mirë që do të satanike. Shumë mirë. Nuk është se po gjykojmë ne personin për besimin që ka se bën rituale satanike ose më the tash, po gjykojmë mënyrën se si e ka trajtuar një njohje në date takim parë. Absolutisht, dhe unë po them që kjo njohje të vazhdoj akoma me tej. Po s'kishte pse. Mund të ishte edhe kjo opsion që kjo goca zgjidhte këtë rrugën që të bëj krah me këtë person, ta zhvillonte këtë histori dashurie dhe ta ndihmonte këtë person të dilte nga kjo rrugë. Jo, mendoj që ti u mbet privilegjin e kësaj që në momentin që i thua tjetër se diku jeton, ç'a bën me ç'a merresh dhe bëj rituale satanike. Që këtu 4 pika, mirupafshim, shiko punën tënde, vazhdo menaxho lokalin tënd ku ishte dhe mos u shkruaj më. Shumë e thjeshtë. Në fakt të drejtë isha edhe unë kurioz ta di kush e. Sepse u bëra shumë kurioze. Ishin shumë pika që më bën përshtypje dhe s'po më bënin sens, a kupton? Nuk e di se si mund të jetë jeta e këtij personi, po. Renato mendojnë që ajo duhet të kishte edhe një shans? Jo, po mendoj si opsion këtë.
A mund të ishte të intrigon pjesa, a? Që nuk e di, do ndjehesha mirë nëse kjo goca, nëse kjo histori dashurie do të ishte viktim. Jo, do ndjehesha mirë nëse kjo histori dashurie do mbaronte që kjo goca është bërë krah me të dhe ka larguar nga kjo rrugë të person dhe ka zhvilluar një histori dashurie. Nuk besoj që është detyra e kësaj gocës apo asnjë personi të largojnë ta persona. Nëse nuk do ta ndjen vetëm keq. Si shkoni tek mjeku. Andro vazhdo. Hikin ato. Okej. Kështu mbaron dhe ky podcast për sot. Ciao Andro, ciao. Atëherë, historia tjetër do të kemi vendin tuaj absolute sepse thot: "Përshëndetje Greta dhe çunat. Jam një djalë, është historia nga një djalë. Jam një djalë dhe kam gati 2 vite i lidhur me një vajzë që duhemi shumë, thot. Bravo. Kohët e fundit ajo sikur është ftohur pak dhe marrëdhënie, më falni, bëjmë më rrallë, një herë në muaj. Base po e overthink prandaj nuk kam folur me të akoma, por nuk e di me këtë ta diskutoj se me çunat kur dal më vjen dhe zor të flas për këto gjëra. Kam frikë se ajo nuk më do dhe ka pëlqim për ndonjë tjetër. Pra, ka 2 vite i lidhur me një vajzë dhe bën marrëdhënie thuajse shumë pak me të, një herë në muaj, thot. Dhe ky djali po e vuan këtë pjesë. Kohët e fundit thoshte. Po, kohët e fundit. Dhe po e vuan këtë pjesë, thotë se fletot me njëri. Kështu që çka këshillo do të japin këtij djalit të madh? Unë besoj instinktit që po ndjen si mashkull. Që përqendi këtë tjetër. Absolutisht. Ja, po tjetër për instikte, ne femrat kemi gjithkohë maninë që po na tradhton dhe ndoshta s'është fiksime. Fiksimi dhe kemi instikte intuit. Unë besoj që robi që kam po më tradhton. Po flet me ti nga ana e një tjera. femre. Çfarë mendon që është një femër të bëjë marrëdhënie kaq rrallë me një mashkull kur është një marrëdhënie? Shiko, ja tani më qen sa ai është një çunë dhe po kërkon mendim. Po. Mendoj që ne femrat kemi ca periudha të ndara që nuk na bëhet më asgjë dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me seksin, por ka të bëjë dhe me marrëdhënien, që është një si nuk e di nëse keni lexuar ndonjëherë depresioni në dashuri. Depresioni në dashuri është një fazë që femra mund ta dojë partnerin e saj, por është gjithkohës nuk i bëhet asgjë, çdo gjë që partneri bën i duket gjë tendencioze, e keqe, thjesht sepse ai nuk ka shprehur në asnjë moment aty që është still keq apo kështu, thjesht e shef të ftohtë, të largët. Ndoshta ky djali, kjo i ka kërkuar shumë gjëra këtij dhe ky nuk i ka bërë dhe ajo gjëja është një gjë që të vjen, grumbullohet, derisa të vjen një pikë që edhe këtë marrëdhënie po e bën sa për të thënë. Pra ti mendoj që marrëdhënia e tyre është ftohur, prandaj. Mendoj që marrëdhënia e tyre është ftohur se nuk janë plotësuar disa kritere, gjëra nga të dyja anët. Por mendoj që mund të jetë dhe opsioni tjetër i depresionit në dashuri. Pra ky çuni duhet përpiqet shumë që ta bëj këtë gocën prapë të lumtur, të bëjë gjëra romantike, të dalin më shpesh bashkë, të flasin më shumë bashkë, të bëjnë gjëra që e mbajnë lidhjen e tyre gjallë, që dhe kjo ta ndjej më shumë, ta ndezë ai pasionin e tyre. Ky thon në fakt që ne duhemi shumë, thotë, domethënë kam 2 vite i lidhur me të dhe duhemi shumë. Po pavarësisht kësaj, me sa duket pas kanë të ngërçën. Pra ti mendon që është kjo vajza që e ka problemin këtë moment? Mendoj që mund të jetë një problem i të dyve. Okay. Mendoj që mund të jetë sepse çfarëdo që të bëj partneri do të ndikojë tek ti. Unë mendoj realisht sepse shiko, nuk e di për ty Renato, po unë marrëdhënie që kam pasur e kam vujtur si problem këtë. Ndonjëherë ka qenë për pamundësi, domethënë realisht kur s'ke mundësi ta takosh dikë se je long distance edhe nuk ka marrëdhënie. Jo, pamundësia është shqyr zotit. Si kemi ato marrëdhënie, po gjithsesi. Mendoj që kjo edhe kurszon shumë marrëdhënien. Pra nëse ti do të kesh një marrëdhënie të lumtur, mendoj që duhet ta flasësh mbi të gjitha me dashurin tënd, plaka, kupton, sepse ajo është personi i parë me atë do ndash çdo gjë, kështu që fol me të. Dhe nëse është diçka që ka të bëjë me marrëdhënien tuaj, dy mundësi ka, ose do e zgjidhni, ose do çojnë në ndarjen tuaj. Kështu që nuk e nevojë ta flas rast me shokët. Jo, nuk besoj se është një gjë kaq e rëndë sa për. Jo, nuk është puna aty, nuk po them. Nëse bëhet përsëritse, po. Thjesht po them që mos ke nevojë ta ndash me njerëzit, bëre shumë mish na e the, ti ngelesh anonim gjithsesi, po nuk ke nevojë ta ndash me njerëzit, ta thuash si problem. Ti ngelesh anonim Flori, kështu që. Po që besoj do ta flasësh me dashurin tënde, sepse vërtet edhe ka për futur ty në një gjendje shumë të keqe, besoj. Historia tjetër Renato? Jo, të japi vendim Renato. Të japi vendim Renato. Se ke bërë Kastila. Hajde, se do marrë kjo emision. Zmaron kur kjo emision. Unë mendoj që nga gjitha dashurit duhemi shumë
walala, flutra, raketa në stomak, kështu gjitha këto situata. Nuk ishte aq që duhemi shumë plak, tha 2 vjet tani, nuk ishte shumë. Jam i lidhur me një vajzë që duhemi shumë. Duhemi shumë, e ka theksu. Dhe fakti që duhemi shumë, dhe gjithë këtë dashuri venitet. Kohët e fundit tha. Kohët e fundit pra, venitet. Po, venitet. Sa romantik që ke sot po. Ka diçka. Ti mendon që kjo pa tradhon? Po, ç'a ka? Ti mendon që kjo po ta bëj pyetje direkt? Po ta bëj pyetje direkte, mendon që kjo po e tradhton? E dyshoj. E dyshon? E dyshoj. Ne çunat plavo, kena një super instinkt dhe super intuit. Po. Ky nuk është e dyshon për tradhtim fakt. Nuk dyshon. Po të përja thjet ti dyshimin. Po ja po dyshim. Po pse nuk mendon që po shkatron një marrëdhënie kështu duke i dhënë këto këshilla? Po sigurt që jam duke ndrejt. Por ai mund të marrë edhe mendimet e ne të dyve, kështu që risku është 50-50 tani. Pra, unë jap të mendim, ai ka atë mendim. Le ta shohim. Ndoshta unë mund ta shpëtoj, shumë gjë bukur, mund ta shkatroj. E vërtet, por shumë gjë bukur, të tre nga një mendim ndryshe. Greta thotë mendoj që është një problem i të dyve, unë them që besoj që do ta flisni me dashur se mund të jetë problemi joti. Ti thua që kjo po tradhton se çfarë paneli mrekullueshëm jeni. Okej, historia tjetër. Hajde. Gati. Je shumë simpatik. Përshëndetje Renato, përshëndetje. Kishte 2 vite, më shkruante një djalë mosh plus 5 vite me i mall se mua. Mall. Ja ktheva një ditë dhe kështu filloi muhabeti. U takuam dhe bënte si tip obsesiv. Vazhduam e disa kohë marr vesh më vonë që ishte i lidhur dhe e kishte familjare. Botja në fjalë në shtëpi. Ja tregoj, ma mohon, betohet për kokë të nipërve dhe mbesave, ndërkohë njeriu që ma tha për lidhjen ishte njeri shumë i afërt, pra unë e besoj. 3 pika. Ky ende vazhdon ta mohoj dhe të më shkruaj. 3 pika. Kaq, nuk kërkon mendim? Tjetra kjo. Është tjetra, okay. Kaq. Ja ke kepi Greta, se ti ke qef të tipat obsesiv. Qa mendimi ke për këtë? Jo, ja lë Gretës. Okej, atëherë. Greta, të lutem. Leximi jot nuk është shumë i qartë e para punës. Atëherë. E dyta, jo, se e kuptova, kjo goca tani ishte lidhur me një çun 5 vite më të madh. Dhe në diskutime sipër ky çuni ka vazhduar duke bërë si obsesiv. Dhe kjo merr vesh që ky ishte në tjetrën. Kishte botë, ishte familjare. Botën të shtëpia. E kupton? Okej, atëherë. Dhe ky ma mohon thot, ndërkohë që mua ma ka thënë një person goxha i afër. Tani, unë mendoj wow që ja se shumë e thjesht. Wow. U bllokova. Okej, po të flasun atëherë. E kupton se e vështirë është e kultuku? Dhe unë mbaj përsipër? Jo, por s'është i vështirë, thjesht du të dëgjoj një herë juve dhe pastaj do të them mendimin tim. Nuk besoj që ka shumë për të thënë o plak, se nuk e di pse, po meshkujt janë çik obsesive, e kupton? Edhe në momentin që ta tregojmë me fakte që ke një familje në shtëpi që po të pret, ai do thotë jo, është familja ime. Pikërisht, mashtrusa. Unë besoj që ne na kap një paniku në zbulohet gënjeshtra. Ndoshta, po që e kanë vërë shumë këtë obsesivitetin e çunave. Dhe fillojnë këto bet, më fal Andros se të ndërprerë, fillojnë këto bet kështu, kur të ka paniku, fillojnë këto bet për kokë nipit, për kokë mbesa. Po se di pse se nis për një aventurë. Nuk është vërtet, sepse mendojnë që me këto do të besojnë, ndërkohë që ka njerëz që betohen edhe shikoj, betimi nuk ka asnjë vlerë. Po ja them këtë sepse shumë njerëz betohen, më the tash nuk ka asnjë vlerë. Është thjesht më shumë për veten tënde, e kupton, është një betim që unë veten tënde, po s'ka asnjë vlerë. Kur betohesh se dikush jam vdek nipi, më the tash. Ky person i fjalë ka dashur një aventurë të shpejtë, nuk i ka ecë plani siç ka mendu, e kanë zbulu, e tani për të vazhduar ti budalliku vet ka thënë jo vlla, s'është gruaja ime ajo atje, as ata fëmijët janë të mit, edhe vazhdon të i shkruan sepse do të që dali vet i pastër. Domethënë këtu kemi të bëjmë me një rast i personi që s'di të tradhtojë. S'di të tradhtojë. Amator komplet. Domethënë imagjinosh zbuluaj, magari përderisa ke gruan shtëpi plak. Dhe nuk e di se si mund të thuash që çfarë të bëj, ti besoj apo jo, përderisa ti ke bërë kërkimet e tua dhe një person shumë i afërt ka thënë o goce, ky ka lidhje familjare, ka në shtëpi, nuk ta ka thënë kot. Nuk ka nevojë më shumë prova.
Nuk ka nevojë për shumë prova, e kupton, vetëm të cillit çunin pastaj ta besojnë me kështu me ADN me testë. Jo, ti Renato si mendon për këtë gjë? Nëse kjo ka dëshirën që të shkojë deri në fund. Po, kësaj situate që e ka kapluar. Them që të gjej kontakt bashkëshortes ti, po, ti shkruaj dhe të largoj këtë djallë dhe nga jeta e asaj gruaje. Bravo, mendim i zgjuar. Domethënë në këtë rast edhe gruaja vetë do të ndahet nga ky. Sepse nuk e ceket këtë pjesë. Po, sepse bravo Renato, je një sensibilizues shumë. Një shkatrues familjes shumë i suksesshëm. Okej, next Shkatroj familjen. Historia e fundit. Amja, të lexon fundit të lutem, të lutem. Të lutem, aman, se do të bëva mirë, aman. Se për të luftova për një. Të lutem. Aman. Do uleni të dy dhe do ta bëni mirë. Faleminderit që ju kam deri edhe një herë ty kem këtu në studio. Ta ngrafaqet. Po jo, më të ngrëna direkt. I historia vazhdon kështu. Hi Greta në këtë rast. Nuk është, kështu që jam unë. Hi. Urime për podcastin thot. Rrofsh, faleminderit. Unë Greta. I love it, ju ndjek çdo të shtun thot. 3 pika. Faleminderit, të duam. Shiko sa vazhdon historia direkt. Unë da me mua sepse pa në TikTok të dashurin e shoqes sime ku dalin suggested accounts. Dhe dilte watch the videos you shared before. Sepse I ka çuar më para shoqja ime nga akaunti im një video nga TikToku, sepse ka folur nga akaunti im në Snap dhe ai vendosi të ndahet pa pasur asnjë provë tjetër. Më jep një mendim thot, çfarë duhet të bëj? A duhet t'i shkruaj prap? E kuptove ti Renata? Ta them unë çka ka ndodhur sepse specialisht. Nëse unë e kuptova, është një problem TikTok, me pak fjalë. I dashuri i kësaj e ka lënë, ose e ka ndarë sepse I dilte në TikTokun e kësaj vajzës një account që është I dashuri ose ish I dashuri, këtu thoshte, I shoqes vet. Sepse këta, me sa duket pas kanë folur në TikTok, domethënë, dhe pas kanë shpërndar video. S'ka lidhje sepse kjo unë për shembull kur hedh në Instagram një video, më del për shembull që këto persona kanë parë TikTokun tënd. Është në TikTok, domethënë deli është një watched videos you shared, ndërkohë që mund mos kem fol kurrë me atë person. Jo, ke folur, domethënë në TikTok shumë ndodh, zakonisht me çdo person që ti del aty edhe për të çuar mesazhe nuk del, si ka mundsi. Shive si thot. Mos është me fut me ky muhabet. Me mua sepse pa në TikTok të dashurin e shoqes time thot. Domethënë te TikToku kësaj pa të dashurin e shoqes vet ku dalin suggested accounts. Dhe dilte watch the videos you shared before. Domethënë nuk I dilte sikur kjo kishte parë videot e këtij, dilte sikur ai kishte parë video që I ka çuar kjo. E kupton? Okay. Sepse thot I ka çuar më para shoqja ime nga akaunti im. Pra, nga TikToku kësaj, shoqja vet ka folur me dashurin e vet. Por me akauntin e shoqes. Po ç'është kjo tash flet për këtë? Po prit pra. Edhe kjo thot, ky s'kishte asnjë provë tjetër, thot, kjo është e vërtetë. Po pra, kjo gjë watch videos you share del dhe ti për shembull kur hedh në Instagram, hedh një TikTok dhe I vendos linkun dhe të del aty emri pastaj që po gjithsesi ka folur pra. Kjo nuk po e mohon, kjo po thot që po e njoh personin fjalë, është I dashuri I shoqes time. Po, ish apo I dashur? Është I dashuri. Kam folur thot me të, por nuk kam qenë unë, ka qenë shoqja ime thot, po kjo nda me mua. Tani çfarë mendoni do të bëj? Do t'i shkruaj prap? Po, duhet t'i shkruash që ta serosh. Që do të çfarë, po ç'është kjo? Fletet dashur, shoqja ime me dashurin e vet nga telefoni I saj. Jo, po s'ka telefon. Ka një gjë shumë të madhe këtu që duhet t'ia tregoj. Ky vazhdon të jetë I dashur I shoqes vet, pra ata nuk është se andar, e kupton? Nuk është se se s'ka pasaj keq kuptim, sa ai e di që ka fol me dashurin e vet nga telefoni I shoqes vet. Nuk mendon që është një keq kuptim? Nuk është keq kuptim. Si s'është keq kuptim? Po nuk ka telefon ajo që të flas me dashurin e vet, do të flas me. Po unë shiko, është një fenomen shumë I hapur, besoj që femrat përdorin akauntet e njëra tjetrës. Po. Është shumë I hapur. Është me vërtet. Nuk e di, s'ka ndonjë ndonjëherë. Ka ndonjë ndonjëherë. Mund të kesh folur me dashurin dhe besoj që mund të kesh qenë duke folur me shoqin e vet. Çfarë thua? Po, shumë reale plak. Nuk e di se s'ka ndonjë asnjëherë. Madje kam palu hadet humorit. Po, mund të kesh jo që kanë qenë aty që probleme femërore, e kupton? Po dukesh si ti sot, sepse nuk jam unë thot ajo. Po, veshëri edhe janë sa mesazhe kështu, sigurisht. Po, po ta them unë që është e vërtetë. Ka dul me këto menime kjo, u bë kjo. Si e shpjegon këtë gjë? Kush? Këtë tip pra, si shpjegon këtë gjë që ka ndodhur këtu? Tani që mori vesh. Jo, po u shokova nga kjo që mora vesh, realisht jam shoku. Ti do e lije, po dashurën tënde po notë historinë, seriozisht. Absolutisht. Nuk I pranon këto, nuk I toleron këto TikTok, nuk Instagram, Jo, drejt ka Renato, tani si është kjo flet ti, jep
i jep akauntin tat për të folë shoqes tate me dashurin e vet, ndërkohë që ato janë shumë të lumtur dhe ti rrezikon lidhjen tate këtë. Çfarë ka, është diçka që bësh pa sensu por se ti ke telefon vet më plak. Po shikoj në këtë mënyrë më plak. A është kjo një arsye aq e madhe sa për të ndarë me dashurin tënde? Pse? Po se ajo ka telefon, ç'të duhet ty që me akauntin e vet, pse s'ka hyrë? Po sepse po të them pra, shumë femra e ndajnë akauntin ose kanë akaunte të përbashkëta me njëra tjetrën. Kjo ndoshta se ka fare akaunti publik, do të ketë një akaunt shumë kot, pa lidhje. Po se bie që kjo të ketë lexuar bisedat tani çka ka folë ajo me dashurin e vet. Ju s'po e kuptoni. Kjo mund të ketë duket. Jo, nuk është se ka folë me një telefon, tu nuk thot kanë folë me një telefon. Është i njëjti akaunt, ajo mund të ketë folë nga telefoni vet me dashurin e vet. Po, thjesht ka qenë në njëjti akaunt. Nuk është si ka marrë telefonin dhe ka folur me dashurin e vet. Ajo me të njëjtin akaunt. Pra si thosh, unë hyte Instagram jot Renato dhe Ndrejaj dhe flas me një person. Po kush je ti? Unë jam shoku jot. Po jo më plak, nuk ke shoku im se ti ke Instagram vet. Ço do të ish te akaunti im? O zë s'kam Instagram. M'pëlqen mos kem Instagram, thjesht du të flas me një person dhe futem te Instagram. Po jo më ke WhatsApp. Po pra, nuk ishte rasti WhatsApp. Ke disa mënyra. Po raste i dim ne. Ore, mos vjen me justifikime, po se di justifikime, do flasim për rastin. Ka ndo po brother, un po të them. Do lije. Po no absolutisht, po është pa sens po si histori. Po është pa sens më plak. Po nuk ka sens pra, po të them sepse është i njëjti akaunt që përdorin dy persona. Po jo mos mund të përdorin ajo akauntin ku di unë di. Ore mund të jetë një user 1 2 3 4 5. Po nuk mund për po user çfarë do të qoftë. Nëse unë e di që ai akaunt është akaunti i të dashurisë sime, nuk ka pse përdor shoqja e vet që të flas me dashurin e vet. Okej. Po pra ai nuk e pranon. Kjo bën sens, po është një arsye e madhe, aq e madhe sa më të ndarë. Mu kjo më gjam le pikë pyetje dhe nuk do të sqaroj kurr, dhe ç'a mund të ketë diçka, sepse nuk do të jetë me dyshime dhe me rrëpaf. Shiko, më duket shumë cinike Silvizje kjo. Ti vë direkt vizën diçka e pa marrë shpjegim të arsyeshëm. Po jo valla, ç'a do më thosh? Ka qenë shoqja, ka qenë shoqja. Po shumë bukur, ka qenë shoqja ka folur me dashurin. Ke dy dëshmitar. Ora mund të jetë edhe mashtrim. Ke dy dëshmitar, ke dashurin dhe shoqen tënde. Jo sa do shkojun tani, shoqja do thoj që ndoshta mund ta ketë bën një herë. Jo ndoshta sepse ai di çka mesazh ka shkruar. Po kam qenë unë thotë. Sa do janë akoma bashkë, ai çifti tjetër janë akoma bashkë. Po plak, se shkoj, nëse është një tradhti si thua ti, është shumë e thjeshtë për të kuptuar se janë katër persona. Ai e ka të veprimi që pse duhet ajo ti përdori. Është shumë e thjeshtë për të zbuluar nëse është një tradhti. E para, janë katër persona të përfshirë, dy shoqe dhe dy persona. Ai çuni s'do pranoje. Edhe nëse ky do pyes, ke fol gjamë me dashurin tim ose ka qenë e dashura jote që ka fol me këtë akont, apo dashura ime, ai do thojë dashura ime se do iki. Ky çuni se kjo goca se pranon, vetëm një është dëshmitari vërtet. Jo, dëshmitar janë të katër sepse edhe shoqja e vet. Nëse është një tradhti thot prit se shoqja ime vlet me dashurin tim. Por okay, vetëm ajo goca pra. Po çuni s'do pranoj, dashurja së gocës nuk do pranoj. Gjithsesi më flas që të zbulojmë se si mund të zgjidhet si mosmarrveshje, nuk po flasim a do e pranoj këtë. Ti Andro do e falje për shkak. Absolutisht, nëse është një situatë e tillë, unë e di që është situatë reale, ka shumë veta që e bëjnë këtë gjë. Po është e vërtet, kjo është një fenomen që e bën shumë. Nuk e di çfarë mesazhe ndryshme. Nëse janë mesazhe në TikTok të bëfsha, të hëngsha, ajo është gjë tjetër sepse unë s'kam sa vërtetoj, po nëse janë thjesht video që i çon të tilla, un kam dy persona në fjalë që kam dëshmitar, i pyes, tani nëse ata janë aq idiota sa mos ta kuptojnë çfarë fol me njëri tjetrin. Po, shumë e fortë për ndarje nuk është. Po i hym shumë nuk do pëlqen dhe vëllazë situatë. Po është një situatë shumë e thjeshtë. Po pra, nuk ka pse të përdori telefonin. Po më akauntin, se telefonin. Pa akauntin e dikujt tjetër për të bërë share video. Nëse do një akaunt për të bërë share video, shumë thjesht mund të hapin telefon vet. Pse duhet të jetë mjet ti akauntin që përdor ti që të flasun me kështu, nuk e di, unë e di që është gjë që ndodh shumë, është shumë e përhapur. Ti jep shpjegim se pse duhet ndodhi si gjë. Nuk jap shpjegim pse duhet ndodhi, jap shpjegim se është fakt, ndodh. Ore, okay, po pse duhet ndodhi? Po sepse shumë vajza bëjnë këtë. Pse vajza bëjnë këtë? Ka ja supozojmë jam unë këtë situatë. Ke femra që kanë ndodh kjo gjë. O vlla, ke 7 femra që kanë një akaunt vetëm, është rast real i di unë. Domethënë një akaunt për 7 femra ndryshme. Pse? Po pse kshu janë plak? Po pse më ka një arsye? Ç'ka sensi ka që ti mos hapësh akaunt personal që ti e ke që hap vetë për tallje kolektive ndoshta, ku diun, flasim bëjmë mohabet aty me njëri tjetrin. Benzi 760, e kuptoj, futja emra kod, hapi. Shiko, nuk besoj që problemi i madh është akaunti ose fakti që ka folur me dikë tjetër. Problemi është fakti që ky personi, ky i dashur i kësaj, e ka lënë pa marrë një shpjegim plak. E kupton? Kjo ja ka dhënë shpjegimin. I ka thënë si është situata, ka dhe dy dëshmitarë në fjalë që mund t'ia vërtetojnë a është apo s'është e vërtetë, sepse përveç është një lidhje nga ana tjetër që rrezikohet, është dhe lidhja atyre që rrezikohet, se ajo mund edhe kjo mund t'i duket tradhtu, nëse s'është e vërtetë. Janë dy lidhje që rrezikohen. Pra,
diskutoje, ballafaqoje. Dhe paresem nuk duhet të ndodhin këto situata. Por s'do ndodhin absolutisht, është budallik. Po shiko, gjëra që na dish, marrëdhëniet më të bukura. Vllai, unë përgjigjem ta dash. Keq kuptime më të Vllai, vogla. unë përgjigjem ta dash, do ndaja, pikë. Okej, po ti gret. Nuk e di, jo, kjo goca ka kërkuar mendim që ti shkruaj apo jo. Unë them që ta bësh dhe një përpjekje dhe pastaj nëse personi e ka mendjen të ndarë, nuk e çfarë përpiqesh më thjesht. Po. Përpiquni që ti ndani gjërat, mos mbani kur krijoni një lidhje, duheni më fort marrëdhënien tuaj se me këtë do me fol shoqja jote, okej, ke shoqe, ke xhane, ke zemër, nuk e di, ke shumë bestje, por tani po shoh pak edhe veten time dhe marrëdhënien time dhe se si do e kem ecurin, sepse është një gjë jotja personale, që ndoshta partneri jot për shembull nuk ta pranon. Po, shoqënia ndonjëherë prish edhe punë, si në këtë rast për shembull, pra nuk besoj që duhet i kërkosh faje tek vetja as tek shoqja. Janë gjëra që ndodhin, keq kuptime të tilla do ndodhin, nëse ai ka ndarë me të ndarë. Po një përpjekje do ta kisha bërë. Po shikoj, nëse është person që ndan për kaq gjë, edhe nëse do pajtohesh, jam shumë i sigurt që nëse ndodhte një keq kuptim tjetër, do kishte shumë thjesht prap të ndodhte një situatë e tillë. Pra, besoj që ta kanë pas marrëdhënie shumë toksike përderisa ai shkon në këtë pikë sa direkt do të lej, do të ndaj. Ose thjesht ka qenë duke prit momentin. Ose thjesht ka mendjen shumë. Por edhe thjesht ka qenë duke prit momentin, ndoshta nuk e di, nuk mendoj që ka njëri me mendje aq shprehur sa thotë shiko, ka ndodhur kjo, do të ndaj. Prit njerë, merre shpjegimin, a do personin tjetër, a do t'japësh një zgjidhje situatës. Qose si nga këta lloj personash, time is money. Po shiko, time to wait for explanation. Imagjino të humbësh një vajzë shumë të mirë për shkak se aq idiot sa nuk mos kuptosh ti keq kuptim. Ti je shumë mirë nuk bën ato veprim. Por plak, po shiko, një account që përdoret nga dy veta nuk është i krim. Krim nuk është krim valla. Po ama ka vend për dyshim. Po vend për dyshim ka, po është një dyshim që mund të zbardhet shumë kollaj. Jo, nuk e di. Po si se di sepse ka dy ndosha mund të jetë tradhti kolektive. Mund të jetë tradhti kolektive. Nuk besoj. Nuk besoj që ne si kemi aq ndërgjegje sa të tradhtojmë kolektivisht. Mos e mërzi. Faleminderit që na ndoqët, që jemi në episodin e radhës. Mos e mërzi. Më pafshi. Mos e mërzi. Bojë mbylljen tamam. Të nderuar teleshikues dhe njerëz që na ndiqni dhe na suportoni, falenderojmë edhe sponsorat tan. Faleminderit që ishit pjesë e këtij episodi kaq fantastik, ndoshta kishim ca përplasje, ca konfrontime idesh, por që besoj që në fund dham përgjigjet e duhura. Falenderoj dy të ftuarit që ishin me mua sot. Falenderojmë shumë Greten dhe Andron. Faleminderit. Faleminderit edhe produksionit për këtë super mundësi. Dhe shihemi në episodet e radhës me histori të tjera. Mos hezitoni të dërgoni histori nga më të çuditshmet, nga me aventura, me Natë. Natë. Ciao. Ku janë kamerat po këtu? Ciao.